Një tjetër debat I fortë ka shpërthyer në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, këtë herë mes banorëve Selin dhe Juela. Përplasja mes tyre erdhi pas komenteve të bëra për marrëdhënien e Selin me banorët e tjerë të shtëpisë, duke ndezur një debat të ashpër që tërhoqi vëmendjen e të gjithë banorëve. Diskutimi nisi kur Juela I përmendi Selin raportin e saj me Gimbon, duke aluduar se banorja po e përdor situatën për lojë dhe për vëmendje. Sipas saj, aveputhja mes Selin dhe Gimbos nuk ishte e sinqertë, pasi ajo pretendoi se Selin në të vërtet mendon për mirin. Kjo deklarate irritoi menjëherë Selinën, e cila reagoi me tone të forta ndaj Juelës. Debati mes tyre u përshkallëzua shpejt, me akuza dhe kundër akuza, ndërsa të dyja banorët nuk kursyen fjalët e ashpra ndaj njëra tjetrës. Në kulmin e debatit, Juela akuzoi Selinën se po kërkon vëmendje përmes këtyre situatave dhe se nuk po tregohet e sinqertë me ndjenjat e saj. Nga ana tjetër, Selina konsideroi këtë ndërhyrje të papranueshme dhe I kërkoi banorës që të mos komentojnë mbi jetën dhe ndjenjat e saj. Përplasja mes tyre krijoi tension në shtëpi dhe u ndoq nga banorët e tjerë, të cilët ndërhyjnë në disa momente për të qetësuar situatën. Debate të tilla janë bërë të shpeshta në këtë edicion të Big Brother VIP Albania, ku marrëdhëniet, aleancat dhe raportet romantike shpesh kthehen në shkak për konflikte të forta mes banorëve.